Zonja Çaushi, keni fjalën, të përgatitet zoti Pacaj. E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar koleg, të dashur qytetar. Sot nuk diskutojmë thjesht për disa nene në kodin penal, por sot marrim një vendim më shumë për rendin, sigurinë dhe drejtësinë në këtë vend. Është një ndërhyrje e drejt për drejt, aty ku ligji ka pasur nevojë të forcohet, të qartësohet dhe të funksionojë më mirë. Ndërsa këta kolegët tanë të opozitës, të cilët ikën tani se filloi dhe Big Brotheri dhe kanë arsye më shumë për ta ndjekur, zgjedhin të jenë kundër çdo nisme, edhe kur ajo mbron qytetarët, edhe kur ajo forcon drejtësinë, ne kemi zgjedhur të marrim përgjegjësi reale për të afruar Shqipërinë më pranë standardeve evropiane. Po Tedi, po, ke arsye ta ndjekësh Big Brotherin. Me ty e kisha. Ky projekt ligj është një punë konkrete. Me anë të tij, forcojmë goditjen ndaj pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Radio Lushnja, e di unë që s'kapa ajo, po kalove te ure Rogozhinës e tutje. Ashpërsojmë luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikimit. Rrisim ndjeshëm mbrojtjen penale për fëmijët nga abuzimet. Garantojmë më shumë mbrojtje për viktimat, gazetarët dhe interesin publik. Këto janë standarde që një shtet i detyrohet qytetarëve të vet. Janë vlera dhe praktika që çdo vend evropian i respekton dhe Shqipëria duhet i bëj pjesë të pandalshme të rendit të saj juridik. Një element i rëndësishëm i këtij projektligji është edhe ndërhyrja në fushën e funksionarëve publik. Për herë të parë, ligji flet qartë dhe pa ekuivok. Funksionari publik që shkel ligjin nuk tolerohet, por ndërshkohet më rënd. Ky është një mesazh i drejt për drejt, pasi pushteti nuk është mburoj, por detyrimi ligjor është përgjegjësi. Dhe po, edhe parkimi dyfisht është një çështje tepër serioze, edhe pse bëhet objekt ironie në banaqe televizive, apo dhe këtu në këtë foltore nga këta kolegët tanë të opozitës. Është shumë e rëndësishme sepse kur një ambulancë nuk kalon, kur një zjarr fikse bllokohet, kur një jetë vihet në rrezik për rehatit personale, shteti nuk mund të hesht. Këto ndryshime në kodin penal nuk bëhen për shfaqje, por bëhen për jetën, për sigurinë dhe dinjitetin e qytetarëve. Ndërsa ju të nderuar kolegë të opozitës që jeni shumë pak këtu, vazhdoni të bëni politik me zhurmë, me shfaqje teatrale, me djegje të vendit dhe nxitje të qytetarëve në paligjshmëri, ne bëjmë politik me ligje që funksionojnë, që garantojnë drejtësi dhe përparim. Shqipëria nuk ka nevojë për britma apo zjarrin që i vendosni ju. Shqipëria ka nevojë për rregull, përgjegjësi dhe drejtësi reale. Ky projekt ligj është një hap konkret drejt një shteti të ligjit dhe drejtësisë. Një hap që afron Shqipërinë më pranë praktikave më të mira evropiane dhe integrimit të plot në familjen evropiane. Kjo është Shqipëria që duam, e drejtë, e sigurt dhe evropiane. Faleminderit. Faleminderit zonja Çaushi. Zoti Balla, keni fjalën. Do doja një falenderim t'ja jepja të gjithë djemve dhe vajzave, burrave dhe grave ekspert në Kuvendin e Shqipërisë që punuan së bashku për disa javë rresht për të ardhur në këtë konkludim së bashku me gjithë atë punë që është bërë nga ekspertë të tjerë edhe në qeveri, për ata që na ndjekin dhe për qenë të vërtet. Ndryshimi i vetëm mes propozimit për pjesën që lidhet me mediat dhe pjesën e kodit penal, mes propozimit të zonjës Tabaku dhe propozimit final, ka të bëjë vetëm me qasjen ton të qartë që ne nuk bëjmë ligje për vete. Ju më thoni mua, apo kolegë të tjerë këtu, madje edhe më ftoni që unë të votoj një ligj që të amnistoj kryetarin e partisë tuaj. Unë jam një gjyq penal me kryetarin e partisë tuaj. Dhe kryetari i partisë tuaj akuzohet, pra është paditur për shpifje. Ju, zonja Tabaku, kudo që na ndjek, më ftoni dhe të votoj një ligj
që unë të amnistoj kryetarin e partisë. Je në konflikt interesi, zonjë. Je në konflikt interesi, unë nuk mund votoj një ligj që të amnistoj kryetarin e partisë tënde. Ti do t'i bësh një qok, kryetarit partisë, e kemi diskutuar së bashku, të kam thënë qok për politikanën nuk ka, për gazetarët, pa dyshim që i kemi përjashtuar. Zoti Myzyraj, unë nuk ju kuptoj ju gazetarët, sepse ju nuk pranoni vetëm pjesën tuaj, madje thoni të depenalizohet edhe për politikanët. Dhe imagjinoni ku ka arritur dikur Partia Demokratike, që sot luftën e vetë politike e ka zbritur na shpëtoni nga shpifja, ju lutem na amnistoni shpifjet, na depenalizoni shpifjen, na hiqni dhe fyrjen. Kjo është Partia Demokratike sot. Dy lufta ka, dy gishtat, njërën thot na hiqni shpifjen, tjetrën thot na hiqni fyrjen. Dhe madje hipokrizia zbriti deri aty që një kolege që unë e respektoj, e zën ngusht, por ja donte puna, tha se janë shumë vende të Bashkimit Evropian që e kanë hequr kriminalizimin e shpifjes. Pra e kanë depenalizuar në gjuhën. Dhe nga vendi i thash, po më thuaj në njërën prej tyre. 3 janë, 2 janë plotësisht, njëra pjesërisht. Po të 3 po i quaj, Irlanda, Malta dhe Rumania. Miqësisht u a them, unë nuk dua që Shqipëria tjetë as si Irlanda, as si Malta, as Rumania në këtë kontekst. Unë dua që Shqipëria, edhe si tifos Gjerman që jam, dua të jem si Gjermania, dua të jem si Italia, dua të jem si Austria, si Danimarka, Suedia, Hollanda, Belgjika, në këtë aspekt. E pra, zoja e zotrinj, në Gjermani shpifja është vepër penale. Në Itali shpifja është vepër penale. Por Shqipëria po bën një hap për tu përshëndetur. Dhe tani, kjo gjëja jurisprudenca nuk është shkencë eksakte dhe gjithmonë ka interpretime, por thoshte njëri dhe bërtiste edhe më të madhe, se edhe thoshte ky ligji është i pa aplikueshëm. Po se nuk janë shoqatat. Po ligji do bëhet, ju bëni shoqatat. Bëheni si doni shoqatën, ne nuk ndërrym, nuk mund bëj politika ligj për mediat. Mediat ta bëjnë vetë ligjën e vetë, i bëjnë shoqatat si duan. Çpun kemi ne të bëjmë ligj si bëjnë shoqatat mediat. Por ama, kjo historia që var tjetër i një bet që e printon vetë. Edhe del atje, edhe thot unë jam gazetar, edhe unë kam drejtja fus kot të shpif si dua unë. Tërkohë që do bash një lloj përgjegjësie. Ama jeke këto shoqatat, dhe njëra prej shoqatave ka vlerësim tim maksimal për gjitha dhe punën që bën, ti thot antarët e vetë, ti regjistroj atje, edhe të shkoni regjistroni ke shoqatat e Bashkimit Evropian, ku doni, edhe mjafton kaq. Por ama u vure re që ke dhënë një shpifje, ke për detyrim të publikosh edhe atë përgjigjëstrimin. Koha ikën, disa fjalë për një çështje që është debatuar, keq interpretuar. U tha këtu që Turp TV kësaj mazhorance që po kriminalizon parkimin e dyfisht. Dezinformimi është një prej sfidave më të mëdha të demokracisë. Sepse dhe pastaj kur e bëjnë me qëllim, nuk ka thënë njëri që do të kriminalizohet parkimi dyfisht për dikë që për 1 minutë ndalon aty te dyqani bukës. Edhe pse shkon ndaloje ku dush, unë mendoj që njerëzit mund të jetojnë edhe pa një parkim të dyfisht. Pra jeta mund të vazhdojë edhe pos parkove dyfisht. Por mos harroni asnjëherë. Mos harroni asnjëherë. Vërini veten tuaj në ambulancën që transporton një njeri, jeta e të cilit mund varet edhe nga 30 sekonda vonesë. Vërini veten tuaj. Vërini veten tuaj
në makinën zjarr fikse, e cila mund të shpëtoj një jetë që mund të digjet nëse shkon 30 sekonda përpara, ose mund humim një jetë nëse vonohet 30 sekonda. Për këto, zonja zotëri, qeveria me të drejtë ka ardhur me një propozim, dhe arsyeja pse ka ardhur me këtë propozim të ashpër është se nuk kanë bërë efekt deri tani. E për ta ditur, sot në Tiranë ja vlen më shumë të parkosh makinën dysh se sa të shkosh ta parkosh makinën në parking. Më mirë pagun 10.000 lekë gjob për parkim dy fish, se sa të shkosh ta parkosh makinën të vendi parkingut. Madje është dhe në modë që po e ke makinën nga këto të shtrenjtat, duhet ta vesh tresh se bidhen në sy. Jetohet dhe pa parking dy fish. Por jeta atyre njerëzve që rrezikohet nëse vonohet ambulanca, nëse vonohet makina zjarr fikse, ajo nuk kthehet dot mbrapsh. E prandaj, është ardhur me një propozim që t'u bëhet qartë të gjithë këtyre kapataive që nëse ti e parkon dy fish dhe ky Benzi jot, ky Ferrari jot i ze rrugën ambulancës, i ze rrugën makinës zjarr fikse, bëje mend mirë. Gjoje mirë. Dhe tha njëri këtu që është një jurist polivalent, që njeh gjitha ligjet e Europës. Me gjeni një vend që ka këtë parkimin e... Provoj herë në Gjermani t'ja zesh rrugën korridorit të ambulancës. Shko provoj e qik. Një vit burg. Të lutem shumë se kur folet ti s'fole fare. Po flas unë ta mbaroj unë. Po të lutem shumë. Unë kur fol ti s'flas, tash do flas unë. Ashtu. Shko provoj atje në Gjermani. Zërja korridorin një makine në Gjermani, se e kam me një këtu, edhe e ke një vit burg. Pse në Gjermani s'parkojnë dy fishta? Këta që vinë me targa gjermane, pse s'parkojnë dy fishta? Këtu kur vinë edhe tresh. Ju thash, ligjet bëhen të ashpra, për ata që s'vën mend. Njerëzit jetojnë edhe pa parkim dysh, njerëzit jetojnë edhe pa shpifur. Këto dy gjëra, ju opozita, mos shpifni, nuk dënoni, ç'keni ju. Mos parkoni dysh, nuk dënoni, ç'keni ju. Pse keni ju ka zënë meraku ju? Edhe e fundit, sa i përket se për qenë korrekt, o zonja e zotërin deputet, çdo gërm këtu, që është kjo që votohet këtu, është e dakordsuar me Bashkimin Evropian. Çdo gërm që kemi këtu. Dhe kemi edhe disa, se ju i rrifni gjoksin, ju jeni luftëtar të paepur të luftës kundër korrupsionit. Kemi 7 akte që lidhen me luftën kundër krimit organizuar, pastrimit parave, terrorizmit, trafikut të qenë njerëzore, abuzimit seksual të fëmijëve dhe mbrojtjes viktimeve të transpozuara këtu. Në rast se ju votoni kundra sonte për këto ndryshime në Kodin Penal, ku t'ju fus? Që jeni kundër luftës kundër krimit organizuar? Që jeni kundër pastrimit parave? Apo jeni kundër terrorizmit? Se dikur partia juaj ka pas dhe miq që të lidhur me terrorizmin. Apo jeni kundër trafikut të qenie njerëzore? Apo jeni kundër abuzimit seksual të fëmijëve dhe mbrojtjes viktimave? Ku t'ju fus ke kjo pjesa? Faleminderit shumë.